KVLCM dan me Xhemalin për dhimbjen që po përjeton pas humbjes së Alevit, duke e përshkruar si një humbje të thellë dhe të dhimbshme. Gjatë bisedës ajo kujton një moment të mëparshëm ku ndodhe në një gjendje emocionale shumë të brisht dhe Xhemal, ndonse kishte mundësinë të përfitonte, zgjodhi të mos e bëj, duke treguar respekt dhe dinjitet. Ky kujtim thellon ndjeshmërinë e saj për të dhe rrit besimin në sinqeritetin e tij, duke krijuar një moment afrimi shpirtëror. Omer ende ndjen shumë për KVLCM, po për shkak të pengesave dhe ndarjes së tyre të vështirë, ai nuk guxon ta kontaktojë direkt. Ai kërkon Mehtan të flasë me KVLCM dhe të përpiqet të bindë që të takohen rastësisht. Mehtan i vetëdijshëm për ndjenjat që ende ekzistojnë mes tyre, përpiqet të bindë KVLCM për një takim mes tyre. Nursema i thot Omerit se pavarësisht lidhjes që kanë pasur si familje, ajo e ndjen për detyrë të qëndrojë në krah të babait të saj. Omer e pranon me qetësi dhe dinjitet vendimin e Nursemas. Mustafa i ndjeri nënvlerësuar dhe i zhgënjur, i kërkon babait të tij llogari përse ai ka marrë më pak aksione krahasuar me vëllain dhe motrën e tij, gjë që e sheh si një padrejtësi të hapur. Me zë të tensionuar dhe me krenari të lënduar, ai e akuzon Abdullahin se nuk e ka vlerësuar kur për punën dhe për kushtimin që ka dhënë për kompaninë dhe familjen. Abdullah, me qetësi por me qëndrim autoritar, i përgjigjet se vendimi i tij ka qenë për të mirën e kompanisë dhe se ai ka ndarë përgjegjësitë dhe aksionet jo sipas emocioneve, por sipas asaj që e sheh më të përshtatshme për të ardhmen e biznesit. KVLCM konsultohet me një avokat, duke kërkuar mënyra ligjore që t'i mundësojnë asaj të kujdeset për vajzën. Avokati shpjegon se situata është e ndërlikuar sepse Abdullah, si babai biologjik, ka po ashtu të drejtë ligjore dhe figura e tij shihet si stabël në sytë e ligjit për një procedurë kujdestarie. Doha e prekur nga gjendja shëndetësore e rënduar e babait të Girajit i tregon Fatit se duhet të zhvendoset përkohësisht në shtëpinë e Girajit për ta mbështetur atë familjarisht dhe do të marrë me vete dhe vajzën. Fati reagon menjëherë dhe me nervozizëm, duke kundërshtuar prerë që vajza e tij të jetojë në një shtëpi me një burr tjetër, edhe pse është partneri i ri i Doas. Doa përpiqet të ruajë qetësinë duke i shpjeguar se vendimi nuk është emocional, por human dhe i përkohshëm, dhe se ajo nuk po e ndan vajzën nga ai. KVLCM e shtyr nga dashuria për mbesën dhe ndjenjat e përgjegjësisë, i kërkon Abdullahut të shqyrtojë mundësinë që ajo të marrë kujdestari. Abdullah, me qëndrim të ftohtë por i vendosur, refuzon kërkesën, duke thënë se vajza është bija e tij dhe se ai ka detyrim ligjor dhe moral për të arritur vetë. Ai ofron KVLCM-it dhe familjes së saj mundësinë për ta takuar vajzën sa herë të duan. KVLCM përballet me realitetin e hidhur dhe i rrëfen nënës së saj Somezit se nuk ka më asnjë mundësi tjetër përveç se ta lërë vajzën në kujdestarinë e Abdullahit. Somez e pikëlluar dhe e trazuar e pyet me dhimbje KVLCM pse nuk bëre dot asgjë, pse e le që kjo të ndodhë. KVLCM i përgjigjet se provoi çdo rrugë ligjore, morale dhe emocionale, por forca e sistemit dhe pozita e Abdullahit si baba biologjik e lën atë pa mundësi. Hevez gjithmonë manipuluese dhe me plane pas shpine i ofron një vend pune Kajanit me një qëllim të qartë, duke ofruar Kajanin pra vetes dhe në orbitën e saj të ndikimit, Hevez synon të mbajë nën kontroll jetën e Doas dhe të familjes së saj. Kajan, ndonse fillimisht i pasigurt, tundohet nga oferta, pa e kuptuar plotësisht që po bëhet pjesë e një loje manipulimi dhe kontrolli. KVLCM takon Mehtanin duke menduar se do t'ishte një bisedë e zakonshme, por papritur shfaqet Omer, i cili në fakt e kishte organizuar qëllimisht këtë takim përmes Mehtan. Mehtan i zën ngushtë për rolin e tij në këtë kurth të vogël emocional, i kërkon falje KVLCM-it dhe largohet, duke i lënë të dy vetëm. Omer, i vendosur për të fituar zemrën e saj përsëri, i shpjegon se nuk ka pasur asgjë romantike mes tij dhe Gorkemit, duke e quajtur gjithë situatën një keq kuptim. Por KVLCM, e zgënjur dhe e lënduar, nuk e kupton dot pse ai ja kishte mbajtur të fshehtë këtë gjë për kaq gjatë. Dhe pavarësisht ndjenjave që mund të ketë ende, ajo largohet nga takimi duke mos qenë e gatshme t'i jap zemrën përsëri.